Titulli është se na kanë mashtruar kush janë bijtë e Izraelit. Sot janë imponu në shoqërinë njerëzore tre besime që ne shqiptarët gabimisht i quajmë fe, që dominojnë në botë dhe gjithçka lidhet rreth këtyre tre besimeve. Sa janë besimet vërteta dhe sa janë të pavërteta, ju duhet vetë bashkë me mua ta gjërmoni të vërtetën. Bëhet fjalë për judaizmin, bëhet fjalë për krishterimin dhe bëhet fjalë për islamin. Këto janë që dominojnë sot, pa përjashtuar edhe besime tjera që vinë nga Azia e Largët, to zakonisht i quajnë fe qiellore, teologët, klerikët, priftët, pastorët, modallarët. Fe qiellore janë hebrejt, krishterët dhe muslimanët.